Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, takohemi nga studio nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, në ditën e parë të muajit Ramazanit, duke shfrytzuar rastin, të uroj të gjithëve për hajër ky muaj, muaj Kuranit, muaj Ramazanit. Së bashku me do të jemi nga kjo studio për çdo natë, me një hafiz edhe një hoxh. Do të lexojmë së bashku Kuranin, por jo vetëm thjesht të lexojmë siç bër traditë, ke të gjithë që e marrin Kuranin dhe lexojnë dhe një pjesë e mirë e tyre nuk meditojnë në ta. Do të mundohemi të meditojmë çdo natë, të përfitojmë, të nxjerrim disa dobi që mund të konsiderohen dhe rregulla në jetën tonë të përditshme, rregulla që na drejtojnë për ke e mira, për ke Zoti drejt krijuesit ton. Pa humbur kohë, do prezantoj mysafirët e mi të parë, të natës parë, kemi hoxhën, teologun, imamin e dashur dhe të njohur tashmë për ekranin e PIS TV-s. Ahmet Kalaja, mirë se erdhët. Dhe kemi dhe hafizin ton, i cili do të jetë me fillimin e emisionit, me shkëputjet dhe fundit përfundojmë me leximin e Kuranit. Hoxh, përpara se fillojmë, do të shkruaj një mesazh shumë të shkurtër të ditës së parë të muajit Ramazanit. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin e gjithësisë. Ju falenderoj juve për këtë ftesë, për këtë emision kaq interesant dhe të bukur, me që kemi parë domethënë në lidhje me tematikat që ky emision do të trajtojë, me të vërtetë që është mirësi dhe begati që Zoti i Madh na e dha mundësinë që ta jetojmë edhe këtë muaj të Ramazanit. Me të vërtetë ky është një argument i mirë për gjithë secilin prej nesh, një shans dhe një mundësi e mirë për gjithë secilin prej nesh që të garojmë për ato që Zoti në Kur'an thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Garoni për xhenetet e Zotit, gjerësia e të cilave është sa gjerësia e qiellit dhe tokës. Pra Zoti i Madh na ka dhënë edhe një herë mundësinë e një vrapimi të madh, ku gjithë secili prej nesh mund të arrijë kënaqësinë e Zotit xhalla xhelaluhu. Dhe më interesante e këtij garimi ose e këtij vrapimi, e këtij krosin, që ta quajmë kështu, është se ky nuk ka të bëjë fare me përgatitjen trupore. Ky është krejt shpirtëror. Pra një përgatitje e mirë e shpirtit, angazhimi i mirë i shpirtit në këtë muaj, njeriu fiton kënaqësinë e Zotit dhe fiton xhenetin shumë shpejt, ndërkohë që mund të jetë kështu paraqitje të jashtme i dobët, mund të jetë i shëndosh, mund të jetë hiç që smerret me sportin, gara e tij fillon të ecën. Sepse është garë shpirti, ku shpirti fiton dimensione të tjera dhe çlirohet domethënë nga mbajtja peng e materjes dhe e lëndës, e si pasojë njeriu domethënë me të vërtetë në Ramazan bën çuditëra. Për këtë arsye po të lexosh historinë e Islamit, çudirat më të mëdha dhe ngjarjet më të rënda në thojza ose më të famshme në historinë e Islamit kanë ndodhur në Ramazan, pavarësisht se njerëzit zakonisht në Ramazan duhet të jenë të lodhur, duhet të jenë të kputur, duhet të jenë të etur dhe të uritur absolutisht, sepse fuqia e vërtetë dhe forca e vërtetë është forca e shpirtit. Pra është një rast i mirë dhe një mundësi e mirë që ne domethënë Zoti na e dha mundësinë neve të gjithëve, neve teleshikuesve tanë, që të jemi përsëri në këtë Ramazan për të fituar kënaqësinë e Zotit, për të fituar xhenetin, edhe për të kuptuar në realisht se kush jemi ne, se ne jemi mësuar që gjatë gjithë vitit t'ia vëmë fajin shejtanit, ma hodhi shejtani, më mundi shejtani, kurse këtu janë të lidhur shejtanët, janë lidhur drejtnit të gjithë, kështu që jo, gara mund ta fillosh, po edhe e kupton se kush jeti realisht. Se gjithmonë ke thonë ka fajin shejtani. Atëherë kuptoje se edhe ti ke vetë probleme dhe halle me fjalë. Kështu që jo gjithmonë ka fajin shejtani. A do të them që ta nisim garën dhe mendoj që nga garat më kryesore në muajin e Ramazanit, dhe të gjithë e dimë thënë, është leximi i Kuranit. Absolutisht, sepse Zoti gjithësisë jo më kot në këtë muaj zbriti Kur'anin dhe jo vetëm Kur'anin, gjithë librat qiellor. Gjë që nuk kupton se një nga ato, si më thon, korsit e garimit në Ramazan është Kur'ani. Për këtë arsye dhe Zoti thotë: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Muaji i Ramazanit në të cilin Zoti zbriti Kur'anin. Pra, është shumë interesant fakti që u përzgjodh Kur'ani në Ramazan, sepse shpirti mediton më shumë, përqendrohet më shumë, lidhet më shumë, për këtë arsye dhe është. Atëherë ky qëllimi i misionit ton. Ne pa humbur kohë, ftojmë hafizin ton të na lexojë një faqe nga Kurani, duke shpresuar që të gjithë të edukohen me këtë pjesë, Kuranin në duart e tyre, të lexojnë. Por do të shohim që mjafton leximi apo jo, më njëherë mbas leximit. Hafiz urdhra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah të shpëleft, Allah të nëraft. O, gjishim në surën Bekare me të zbritjes dhe obligimit të muajit Ramazanit, ka zbritur në të Kurani. Emi këtë drejtuar, mendoj në shumë emisione dhe besoj është bërë nga gjërat e domosdoshme për gjithë besimtarët dhe nuk ka nevojë të tregu që agjërimi është obligim, leximi i Kuranit është obligim. Do të mundohemi ta trajtojmë, mendoj, në formë tjetër. Sa e rëndësishme është të meditojmë në ajetet kuranore, sidomos në këto ditë. Dim që të thatë pak më parë që garimi fillojnë të gjithë, më thënë në këtë muaj, po garojmë jemi në korsinë e Kuranit. Transmetohet se Othman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu thoshte sikur zemrat tona të ishin pastra, pra e fuste dhe veten e tij, normalisht si njeriu sa më i pastër të jetë, sa më i mirë të jetë, aq më shumë edhe e kritikon veten e tij. Thoshte sikur zemrat tona të ishin të pastra, kur nuk do të ngopeshin me Kur'an. Dhe Ikrima ibn Abi Jahl radiallahu anhu thoshte, këtë Kur'an konsiderojeni si një letër e ardhur nga Zoti. Për këtë arsye është transmetuar se vetë Ikrima, sa herë që lexonte Kur'anin, puthte Kur'anin. Thoshte kjo është letra ime që më ka ardhur nga Zoti. Ai nuk ka pas shansin që ta ketë Kur'anin të plotë, siç e kemi ne sot, sepse është tubuar Kur'ani në kohën e Abu Bekrit. Dhe atë pjesë që kishte ai, domethënë lexonte vazhdimisht dhe sa herë lexonte puthe dhe thoshte, kjo është një letër që më ka ardhur nga Zoti im. Pra, dhe unë mendoj se ky është dhe dallimi mes nesh dhe atyre. Dhe kjo i bëri ata që të ngrihen kaq shumë dhe të jenë shembull për mbar botën, në kohën e Othmanit, domethënë është shliruar Çiproja. Kohën e Othmanit, pa bëhet fjalë shumë afër pejgamberit alayhis salam, sepse ai Othmani kështu e shifte Kur'anin. Duhet të jesh i pastër, me një zemër të pastër që të notosh në detin e Kur'anit. Ikrima ibn Abi Jahl e shifte Kur'anin si një mesazh që i ka ardhur nga Zoti. Edhe s'ngopeshin kurrë, si ndaheshin kurrë. Jo vetëm thjesht në lexim, dhe fatkeqësisht ne pavarësisht se kur flasim për leximin e Kuranit, normalisht e trajtojmë siç, domethënë duhet meditojmë, duhet kuptojmë, ne kemi një problem shumë tjetër në këtë kohë, që është realitet me fjalë. Ne edhe nuk e lexojmë Kuranin ashtu siç duhet. Si të lexojmë hoç? Nuk e lexojmë në kuptimin e adhurimit. Për shembull, më gjej sot në botën tonë shqiptare, nuk po flas për botën në përgjithësi, 10 veta në gjithë shqiptar, muslimanë shqiptar që e mbyllin Kuranin javë për javë, siç e kanë pasur mbyll sahabët. E mbyllin Kuranin çdo 3 ditë.
Mund të jenë, Allahu mund të jenë, po mund të jenë shumë. Pra ne kemi nuk është një dukuri, më thënë që njife, themi po ka. Po pra, domethënë kemi problem kemi problem edhe me leximin. Kjo që po tema që trajton këtu është shumë domethënë shumë delikate që të meditosh, mirë po ne kemi edhe një problem tjetër, desha të them që edhe s'po e lexojmë ashtu siç duhet. Pra, edhe adhurimi nuk e bëjmë. Kështu që përpara se të futemi tek meditimi, i bëj një thirrje, një mesazh të gjithëve që duhet ta lexojmë këtë Kur'an, sepse po nuk e lexojmë nuk ka meditim. Atëherë kur njeriu e edukon veten e tij me lexim të vazhdueshëm, atëherë vjen dhe reflektimi në leximin ose meditimi. Atëherë, le të vim tek meditimi se kjo është sepse mendojmë më thënë u bë 2 javë të paktën të xhumave që ne kemi prezantuar në xhami, ka bërë thirrje shumë të fortë për rëndësinë e Kuranit. E tham që fillum mendoj do startojmë në lexim. Absolutisht. Ndoshta kemi lënë atë pjesën e normalisht muajve që kanë kaluar. Pra ideja është domethënë tek meditimi në Kur'an. Ne themi se ky Kur'an që kemi në duar tonë është shërim i ardhur nga Zoti i gjithësisë. Nuk e themi ne, ka thënë Zoti. Wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ne kemi zbritur të Kur'an shërim për besimtarët. Mirë po, ne përballë kësaj recete shërimi pozicionohemi në 2 pozicione të çuditshme, ne si njerëz domethënë. Dikush që e merr recetën dhe e zbaton, çfarë thot? Mediton. Për shembull, aty thot 3 herë në ditë nga 0.5 mg, 2 herë në ditë nga 1 pikë, mëngjes dhe në darkë, etj. Kjo është një kategori që janë pak. Dhe kemi një pjesë tjetër që e kanë marrë recetën, e kanë fut në kornizë, e kanë varë, e kanë fut poshtë jestikut, e majnë ke rafti, e varin ke makina, edhe tani, domethënë, në jetë, domethënë, kush do të përfitojë nga ilaçi? Ai që e merr dhe e zbaton me korrektësi, çdo detaj e prit doktorit pse ka vënë presjen këtu. Do të thotë që duhet bërë kjo pas kësaj ose kjo para kësaj ose me këtë renditje. Pra kemi, edhe ne jemi të smurët, që na kanë marrë peng gjunahet tona, që na kanë marrë peng mëkatet tona, ai epshi jon është pjesë e asaj që do ta marrë njeriu peng, shejtani i mallkuar, drejti, domethënë edhe ai po bën punën e vet e tjerë. Gjithë këto dhe ne kemi nevojë që të dalim prej këtij sikleti, prej këtij halli, prej këtyre problemeve. Kush është urdhëroi ilaçin? E ky ilaç duhet ta meditosh. Sepse ka dhe ilaçe që janë me përzierje, do të marrësh këtë, duhet të përzihesh, do të bësh vetë. Atëherë këtë Kur'an kështu do të trajtojmë. Duhet ta trajtojmë si një recetë që Zoti na e ka sjellë për të shpëtuar, për të gjetë lumturinë, për të gjetë prehjen, për të gjetë qetësinë. Për këtë arsye unë gjithmonë kam thënë dhe përfitoj nga rasti ta them prapë, kur ta lexojmë Kur'anin, qoftë se nuk e lexon me një laps plumbi me vete, për mendimin tim nuk po mediton Kur'an. Atë kjo është një nga, po them, fushatat tona, më thënë që të nxisim sa do pak, të ndriçojmë që hajtë të lexojmë Kur'anin në të lloj forme, duke lexuar, duke medituar. Hoxh, thatë që i kemi 2 grupe njerëzit. Dikush e ka marrë, ka vendosur kornizë, e ka zënë pluri apo për zbukurim me dhe një pjesë tjetër që lexon me kujdes. Kam frikë se ndoshta nuk kemi aske pjesa e parë dhe aske pjesa e dytë. Nëse unë mendoj kështu, ndoshta ne ka zënë pluri për 11 muaj të Kur'an që kemi, dhe sot në simbolika jon këtu ja. E kemi hequr plurin sot dhe kemi filluar kemi hapur. Por kemi frikë se nuk do të jemi nga ata që meditojnë fort, por kemi frikë se ngatrojnë dhe ndonjëherë nuk japin rëndësi. Po ilaçin e darkës mund ta pi edhe në mëngjes. Kemi lloj ndryshimi. Mendoj se jemi ky grup. Atëherë dum rreziku nëse nuk e përdorim këtë meditimin siç duhet për të radhitjen e recetës që ka nga Zoti. Çfarë rreziku ka? Zoti i Madh në Kur'an thot liyadabbaru kitabun mubarak. Ky është një libër i bekuar, libër i mbar. Për ky libër sjell marrësi, ky libër. Po ama për kë? Për ata që meditojnë, liyadabbaru ayatihi. Ky është kushti. Pra ai i cili mediton thellë në të. Edhe njeriu, edhe pse lexon gjuhën shqipe për shembull, e merr Kur'anin, e lexon ajetin një herë. Ai në pamje të parë thotë e kuptova. Jo, unë nuk e du këtë lloj leximi që e kuptova çdo thotë shqip. Mendo ky ajet që është fut mbas këtij ajeti, sepse Zoti më kur i ka rendit në këtë mënyrë, i ka rendit për arsye dhe urtësi që ai i din. Pastaj shije se si Zoti e ka mbyll ajetin. Pse pikërisht zgjodhi për ta mbyllur ajetin emrin El Aziz, El Hakim, këto emra të bukur Zoti. Pse pikërisht, a nuk do të ishte për shembull, ti të meditosh, Zoti mbasi foli për gjunahet e tjera në fund fare që tha, e dijeni se Zoti ju është i mëshirshëm dhe falës. Nuk tha është i plot fuqishëm dhe i fortë. Tha, pra e përshtati.
mënyrë si e ka vendosur ajetin. Pastaj ajo që e tham edhe pak më herët, mundësisht me një laps plumbi, edhe shef diçka që nuk shkon, ti nuk e kupton për shembull, mos e kalo. Pyet, interesohu. Pastaj vazhdoje. E kështu me radhë. Për këtë arsye shokët e pejgamberit alayhis salam festonin, po ta mbyllte në njëri prej tyre, kanë pas disa lloj leximesh. Ka pas lexim adhurimi, që është ai adhurimi, domethënë pjesa e natës, mbyllja në çdo javë etj. Ka pas adhurim, lexim, si më thon mujor. Kanë pas lexim mujor dhe kanë pas lexim vjetor. Që do të thotë adhurimin e bëshin si adhurim, atë që ju dojte me u kujtu vazhdimisht pak të një herë në muaj e kishin, dhe kanë pas atë që quhet vjetori, që e mbyllin Kur'anin në një vit komplet, që do të thotë duke ecur dal nga dal me urdhëresat, me ndalesat e tjera. Pra është shumë e rëndësishme që ne të çojmë në vend atë porosi që na ka thënë Zoti në Kur'an, liyadabbaru, për të medituar thellën të. Pra ky Kur'an ka perla brenda, kanë të mrekulli, kanë të urtësi, kanë të rregulla dhe këshilla, kanë të gjithçka. Ma farot në fil kitabi min shay. S'kemi lënë gjë pa përmend në këtë libër thot Zoti i Madh. Mirë, po ku të gjejmë këto gjëra? Atëherë ai që mediton do të gjejë të gjitha. Për këtë arsye po të shohësh dietarët e mëdhenj të cilët flasin për rregullat e fesë etj. Në përgjithësi kur argumentojnë për diçka, në fjalët e tyre thot përmend një ajet kuranor, do ta gjej diçka në Kur'an. Pse? Sepse faktikisht nga aty buron gjithçka. Dhe një ajet kuranor ti mund ta marrësh si argument në 100 çështje, sepse vetë Kur'ani ka lënë hapësira që njeriu mund të gjejë të në një ajet mund të gjejë moment për të argumentuar në shumë mesele, në shumë çështje, ama kush e zbulon këtë gjë? Ai i cili mediton. Nëse nuk mediton, nuk e arrin këtë gjë. Nëse nuk mediton normalisht, nuk e arrin këtë gjë. Ti je siç tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha muslimanët janë tha si puna e hurmës, si puna e trëndafilit. Pra, si puna e hurmës është ai i cili e lexon Kur'anin, mediton, punon me të. Si puna e trëndafilit është ai i cili e lexon, po thjesht nuk mund ta hash trëndafilin, a më i bukur është, i mirë është. Dhe nëse është nga të skaner, s'kemi trëndafile skaner sot. Hoxh, jam ke rreziku i atij që s'mediton, ai si kupton, mund të lexoj. Kam dëgjuar një shprehje, ndoshta lexuesi i Kuranit dhe Kurani e mallkon ata. Rubba qarin lil Quran wal Quranu yal'anuhu. Po është thënë para ta. Si ta kuptoj? Që Kurani ma unë lexoj Kur'an dhe Kurani të mallkoj. Normalisht pejgamberi sa sem, domethënë kjo fjalë është inspiruar nga një fjalë e profetit alayhis salam, i cili thotë el-Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Ky Kur'an do të jetë argument për njeriu ose kundër njeriu. Pra ky Kur'an që ne lexojmë në botën tjetër nuk mund t'i themi Zotit, unë Zot nuk e dita këtë çështje. Ose o Zot, po unë nuk kam pas njohuri për këtë çështje, absolutisht e ke lexuar Kur'an. Pra ky Kur'an o do të na vi mbrojtje ditën e gjykimit, siç thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të vi për njeriu në surën Al-Baqara, do të vi për njeriu në surën Ali Imran, do të vinë thosë si re, do të rri njeriu mbi kokë, do ta mbrojnë nga çdo gjë që ndodh ditën e gjykimit, mbrojtje. Ose thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Kur'ani do të vi përpara Zotit, do të thotë o Zoti im, robin tat nuk e kam lënë me flet gjumë etj. Pra, domethënë Kur'ani nuk është diçka abstrakte që ne e lexojmë dhe ikën, zhduket absolutisht, grumbullohet diku dhe po na pret ditën kur takojmë Zotin e gjithësisë. Po jo vetëm kaq. Ky Kur'an mund të kthehet dhe kundër njeriu të Zotin e rujt. Pse? Sepse nëse ti thot Zoti mos e bëj këtë dhe ti e bën, atëherë ke shkel ligjin. Si në jetën e kësaj bote, ai që shkel ligjin, çfarë bën? Ndëshkohet. Ky është ligji i muslimanëve. Sidomos kur e di. Kushtetuta normalisht. Domethënë ti po shkel ligjin. Në momentin që shkel ligjin do të dënohesh. Shumë e thjeshtë, logjike e thjeshtë shumë. Atëherë ky është ligji zotni. Atëherë pse e te kalon ligjin? Pse shkel rregullat dhe normat që ligji ka sjellë për ty? Ndërkohë që faktikisht ndryshe nga ligjet e kësaj bote, domethënë, ligjet që Zoti ka sjellë nëpërmjet Kuranit janë ligje të cilat vetëm se mirë i bën njeriu. Në të gjitha aspektet, në rrafshin individual, në rrafshin familjar, në rrafshin e farefisnisë, në rrafshin e shoqërisë, në rrafshin e njeriut me jetën dhe me punën, kudo në çdo prerje që të ndalesh, ajo faktikisht vetëm se në të mirën e njeriut është. Pra nuk është se kemi të bëjmë, si më thënë, me diçka që faktikisht e dëmton njeriu, pa ai duhet absolutisht. Mund të jetë sprovë në një moment caktuar, mund të jetë, si më thënë, deri diku e vështirë, sepse për rregullave që ne do të
nxjerrim nga ky ajet kuranor, nga këto ajete që u lexuan, është se kjo fe është fe e lehtësimit, nuk është fe e vështirësimit. Yuridullahu bikumul yusra. Pra, në momente caktuara mund duken disa gjëra të vështira, siç është rasti i agjërimit, i cili në pamje të jashtme duket si diçka e vështirë. Po faktikisht ai në brendësi është mëshirë, thoshte Ahmed al-Shauki, thoshte për adhurimin e agjërimit, thoshte dhahiruhu adhab wa batinuhu rahme. Pra në pamje të jashtme është azab, pra dënim, kur është lodhje, po batinuhu rahme, kurse në brendësi është mëshirë. Tamam si xheneti në botën tjetër, kur të vendoset ai kufini mes munafikëve dhe muslimanëve, thotë në pamje të jashtme duket sikur është dënim, por po faktikisht besimtarët kanë shpëtuar një herë e përgjithmonë. Ndoshta edhe kjo ishte një nga inspirimet tona që titulli Hoxh ndoshta bie pak si godit rregulla, por qëllimi është në vërtetë që janë rregulla për qetësi, rregulla shpirtërore, shumë interesant kjo se rregulla, domthonë dikush mund kuptoj tani këto do të flasim për absolutisht bëhet fjalë për rregulla shpirtërore dhe është shumë e goditur. Ne do të vazhdojmë Hoxh me pyetje të tjera sa rëndësishme do të jetë meditimi në këtë muaj për ne muslimanët në përgjithësi, sidomos më thënë në Shqipëri, por më njëherë mbas shkputjes së parë për të kthyer përsëri në studio. Por shpresojmë që shkëputjen ta bëjmë me leximin e një ajeti që ka qenë ajetin e zbritjes Kuranit nga Hafizi i nderuar dhe ne shkëputemi për të rikthyer të nderuar miq në pjesën e dytë të emisionit ton, të emisionit të parë rregulla kuranore. Hafiz një ajet. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Të nderuar miq, jemi kthyer përsëri në studio në emisionin ton të parë, rregulla kuranore, jemi në pjesën e dytë për të vazhduar në temën që sapo kemi diskutuar me Hoxhën ton, teologun Ahmed Kalaja. Hoxhë folëm për rrezikun, dobitë e meditimit në librin e Zotit, e përfunduam pjesë dhe Hafizi na lexoi ajetin ku thotë në muajin e Ramazanit e zbritur Kurani. Është udhëzim dhe dallus mes vërtetës dhe të kotës. A mund të konsiderojmë një rregull bazë, edhe pse ne ndoshta kemi pasur, që sot, në ditën e parë të Ramazanit, të themi Kurani do të jetë udhëzim për mua, jo thjesht do të marr sevapet. Ato janë të rëndësishme. Elif lam mim kemi thënë 30 sevape, apo duam tani të dalim nga kjo pjesë, thjesht lexim, jo, duam të jetë udhëzim. Faktikisht kështu duhet marrë dhe faktikisht Kurani, përveç anës adhurimit, shpërblimit e tjerë që duhet të jetë pjesë e jonë, domethënë, faktikisht ai duhet marrë si një libër dritë. Për këtë arsye edhe ne themi, ne muslimanët gjithmonë për çdo gjë i referohemi Kuranit, për çdo gjë i referohemi Kuranit, që do të thotë se aty ka udhëzim. Sepse aty është udhëzim, po mos ishte udhëzim nuk do të referoheshe. Për këtë arsye gjithmonë, domethënë njeriu për çdo gjë që i ndodh në jetë, gjëja e parë që duhet bëj, kush është hapi Kuranin. Se mos ka diçka në Kuran që trajton. Nëse ne do ta trajtojmë Kuranin kështu, me të vërtetë ne kemi besuar se Kurani është udhëzim. Ama nëse ne për çdo hall që na ndodh në jetë, mundohemi të gjejmë zgjidhje dhe absolutisht në prioritetet apo në referencën tonë për zgjidhjen e problemit nuk është Kurani, atëherë ne e themi me gojë në emision që Kurani është udhëzim për muslimanët, po faktikisht ai nuk është udhëzim për ne. Atëherë Kurani do të bëhet udhëzim për ne, atëherë kur për çdo gjë në jetë. Kjo është shumë e rëndësishme. Për çdo gjë në jetë, për çdo hall, për çdo problem, për çdo ngushtim të jetës, për çdo gjë ti thuash, prit, mos e kam në Kur'an zgjidhjen. Kërkoje në Kur'an. Sidomos tani që ke internetin, që ke kompjuterin, shumë thjesht, halli jot kush është? X hall. Fute edhe gjer të gjitha ajetet për 7 sekonda, për 10 sekonda, të gjitha ajetet që trajtojnë hallin tat i nxjerr. S'ka nevojë ta lexosh nga fillimi deri në fund. Pavarësisht se më e mira do të ishte që ti për hallin tat ta lexosh nga fillimi deri në fund. Pse? Sepse ne kujtojmë se halli jon është ai që ne mendojmë. Mirë, po faktikisht në momentin që ne do ta kërkoheshim në të gjithë Kur'anin, do të gjeshim ndoshta, do ta gjeshim zgjidhjen tonë diku tjetër. Sepse jo gjithmonë aty ku ti mendon se është zgjidhja është aty pikërisht, pa mund të jetë diku tjetër. Për këtë arsye dhe faktikisht kjo është më e mira. Mirë, po ne themi që ka edhe një mënyrë tjetër për problemin tat, për hallin tat të ndalesh. Ka ajetet që trajtojnë këtë problem dhe ti je i sigurt se ke për ta gjetur.
Edhe nëse shkon tek një hoxh për shembull, thotë, "Or mund si në Kur'an trajtohet kjo gjë?" Këtë do të thosh, hoxha, më thënë që asat gatshëm do të jemi secili prej nesh për të kuptuarit problemit nëpërmjet leximit. A ka një lloj kufiri që deri këtu mund, ama më vonë nuk shkoj dot. Kam nevojë, më thënë, absolutisht konsulenca duhet, absolutisht të orientohemi me njerëzit e ditur duhet. Mirë, po ideja është që ne ta edukojmë veten tonë në atë mënyrë që ti themi hoxhësorë, kjo gjëja ime e trajton Kur'ani, e kap Kur'ani, është në Kur'an. Unë kam lexuar. Pak ti ke hedh hapën, ke lexuar. Po. Domethënë nuk jam. Pra le të jetë edukata jonë me Kur'anin që ne me të vërtetë Kur'anin ta trajtojmë, ta konsiderojmë në mesin ton si një udhëzues. Atëherë me të vërtetë Kur'ani është udhëzues për ne. Pjesa tjetër thotë është dhe dalluesi të vërtetës nga e kota. Që do të thotë? Në këtë botë të mbushur me errësirë mendimesh, ideologjish, lloj-lloj gjërash të hedhura në treg nga njerëz të ndryshëm që mund të jenë të vërteta ose jo të vërteta, të dyshimta ose jo të dyshimta etj. Ke një projektor të fuqishëm. Ti jeta faktikisht je në një errësirë, nuk e di ku është e vërteta. Atëherë Kur'ani është një lloj drite që ty të orienton. Ku ta hedhësh këmbën, ku ta hedhësh këmbën, ku mos ta hedhësh, ku të shkosh, ku mos shkosh. Kush është ajo korsia që tham fillim fare që duhet ndjekësh, që mos hysh në korsi tjetër e tjetër. Ky është Kur'ani, dallues. Për këtë e ka quajtur El Furqan. El Furqan, ai që bën dallimin mes vërtetës dhe të kotës. Një njeri i cili është i kapur mirë me Kur'anin, i cili për çdo gjë në jetën e tij i referohet Kur'anit si udhëzues, do të jetë ai i cili e dallon të vërtetën nga e kota shumë shpejt. Dhe nuk bien zakonisht në përgjithësi njerëz që janë të kapur shumë me Kur'anin nuk bien në humbje të mëdha. Mund të humbin si pasojë sepse mund të jetojë në një ambient të tillë që kanë një devijim të caktuar të tillë. Mirë, po që të shkojë humbja e tyre në ekstrem nuk ndodh kurrë. Pse? Sepse nuk i lën Kur'anin. Nuk i lën Kur'anin që të humbin. Atëherë sa më i kapur të jetë njeriu me Kur'anin, sa më afër Kur'anit do të jetë edhe më i udhëzuar, po edhe njëkohësisht mbas të ajeteve që u lexuan sot, sepse ka ajete të tjera që trajtojnë pozicionin e Kur'anit, po flasim pak në dritën e ajeteve që u lexuan sot, aq edhe më i qartë do të jetë njeriu për dalluar të vërtetën nga e kota dhe për ditë se si ai të sillet në jetë me çdo rrethan, me çdo situatë, të përballet me çdo sfidë të jetës. Allah nderoft hoxh. Ne do të kemi traditë në këtë emision dhe pse do të janë të kufizuara, ndonjë shembull konkret nga të parat tanë. Edhe pse kemi shumë, po ndoshta ato që do të zgjidhje për ne më të shkurtrin dhe më të prekshme në kjo pjesë, si kanë medituar, kanë kuptuar këto ajete, më thënë, nga të parat ta. Domethënë nga të parët, domethënë kemi shembuj shumë edhe janë me të vërtetë shembuj shumë interesant edhe nga më të çuditshmit. Për Zotin, ndonjëherë njeriu kur i lexon shembujt e tyre dhe rastet e tyre, duket sikur po mos kishin zinxhire transmetimit edhe Zoti besojshë. Pra mos kish, sepse domethënë jemi krejt realitet tjetër, 1400 vjet mbrapa në kohë, po edhe në vepra, në sjellje të gjitha. Për shembull, raste shumë interesante, për shembull leximi i Kuranit në një natë. Për shembull, futet tek birin fillestar edhe ta mbaroj në një natë, për shembull. Kjo është e çuditshme. Thoshte Shekh Shinkriti, thoshte i thash babës tim, tha, si ka mundësi, mund të ndodhi kjo punë me fjalë? Edhe më tha, kishte thënë Jati, Shekh Shinkriti kishte thënë, edhe unë tha jam çudit, po e provova një herë me fjalë, kishte provuar Jati, domethënë, mas Jatësia ishte lidh me Kur'anin. Edhe kishte thënë që në ezanin e parë isha tek sura Kaf. Në ezanin e parë isha tek sura Kaf. Domethënë që nuk është ndonjë çudi e madhe, kështu që është një shembull që bashkon mes celebr dhe të sot me fjalë. Kjo nga njëra, nga ana tjetër për shembull mund përmendim se si kanë reflektuar me Kur'anin. Tek reflektimi për shembull kemi rastin e Fudejl ibn Iyadit, i cili përpara se të ishte ai që ne kemi dëgjuar fjalët e tij janë tani më këshillim dhe porosi, gjithmonë themi ka thënë Fudejl ibn Iyadi, ai adhuruesi dy haremeve. Faktikisht ai ka qenë kaçak kur ka qenë në moshën e tij të rinisë. Edhe vazhdimisht, domethënë, hulumtonte karvanet e tjera. Domethënë ka qenë njëri me një të shkuar të zezë. Një natë pa diku një kandil ndezur, se drit llam nuk bëhet fjalë, një kandil ndezur, dhe tha, o do të jetë ndonjë që po numëron parat e tij, o do të jetë dikush që ka në hall,
po prapë në tyra rastet ishte një mundësi e mirë për të përfituar me fjalë. Dhe shkon dhe ngjitet, domethënë, ndërkohë që po ngjitet e normalisht si hajduti, një fjalë themi që me kujdes, që mos vihet re etj. Duke u afruar aty pranë me fjalë kur ngjitet në mur, që tenton me fjalë që të hynte brenda, edhe të shifte çfarë po ndodh brenda murit, një njeri po falej dhe po lexonte fjalën e Zotit: "Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun." Në ajetin e surës Hadid. Në këtë ajet Allahu i drejtohet besimtarëve, ju thot: "A nuk ka ardhur koha që ti friksoheni Zotit, ti përkushtoheni? Deri kur më kështu?" Ai personi që po e lexonte e përsëriti 2-3 herë, ai përsëriste për veten e tij. Ai po meditonte. Ai po meditonte dhe po e përsëriste. Ndërkohë që Fudejl ibn Iyadi e mori sikur po ja thoshte këtij. Domethënë e mori për vete, tha, po unë ku jam me fjalë? Gjithë kjo jetë, gjithë kjo situatë, gjithë kjo kohë që kam harxuar dhe u shkëput. Shkoja ditë, u shkëput, e la u kthye mbrapsh, u fut në një si tip kasollje dhe nuk doli për disa ditë. Vetëm se duke medituar në këtë ajet. Pastaj doli, po doli një Fudejl tjetër, ai Fudejl ibn Iyadi, për cilin ne kemi dëgjuar, i cili premtoi Zotit se do adhuronte një vit në Qabe dhe një vit në Medinë. Shembulli është që do të shkojmë ta kishim mbyll, më thënë me këtë shembull, por do të çon diçka tjetër. A mund ta marrim si shembull sot, të paktën në ditën e parë të Ramazanit, për të thënë Zotit ton, ka ardhur koha të friksohemi, dhe më shumë që mund të thoshim rinis, mos rinis ton, më thënë ndal shumë kohëve të humbura, qoftë në internet, qoftë në Facebook, më thënë këtë muaj nuk kam më. Absolutisht, domethënë që të flasësh për Kur'anin dhe për rëndësinë e Kur'anit dhe rëndësinë e meditimit në Kur'an dhe mos t'i kushtosh kohën në duhur, është njësoj siç themi ne nga anët tona të bësh petlla me ujë. Domethënë, pra një njeri i cili don më të vërtetë të përkushtohet, duhet t'i japi kohën në duhur, se kjo nuk vjen nga qielli, kjo nuk mund të arrihet po nuk ngule, zotnime e mor, me hap, shpleto faqen e parë, faqen e dytë, ma shënim, diçka për këtë arsye thash dhe në fillim. Nëse duam të meditojmë, nuk është meditim nëse nuk mediton me laps plumbi me vete. Që do thotë diçka që është e paqartë e man shënim, edhe këtu lejohet ta shkruash edhe në Kur'an, anash, shkru e paqartë, ose këtu poshtë e paqartë dhe vazhdon. Ky është meditimi. Pra duhet të kushtosh kohë. Nëse njeriu non stop nuk i ndahet rrjeteve sociale, nëse njeriu non stop harxhon kohën lart e poshtë etj, atëherë i bie që këto fjalë të jenë fjalë të bukura, të mbeten fjalë të bukura, po pa realitet. Allahu në rëftoq. Allahu është shpërbleft. Lusë Allahu në mas të jesh i përnishëm për herë në këtë studio për të vazhduar në netët tona të Ramazan. I për herë po do t'jenë dhe zhallar tjere. Pa tjetër. Allahu në rëftë, Allahu të shpërbleft. Takojmë përsëri inshallah. Ne shpresojmë që fundin e emisionit ta mbyllim përsëri me një ajet kuranor dhe sidomos ajetin që Hoxha në nxori, Kurani është udhëzim dhe dallus i qartë për besimtarët. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah shpërbleft. Të nderuar miq, ndoshta kishim muaj që thoshim a ka ardhur koha, apo vjen koha e Ramazanit. Ramazani erdhi, koha erdhi, koha për ndryshim. Muaji i Ramazanit, muaji i Kuranit, udhëzim dhe dallus i qartë. Garo, siç tha Hoxha, futën kursin e Kuranit dhe shpresojmë që në fund të thuash vetes fitova. Takojmë në emisionin tjetër, deri atëherë qofshin kujdesin e krijuesit. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.